Përshëndetje, unë jam Leja Sulemani, i kam 16 vjet, VIP i ekipit FC2 Korriku dhe luaj për grup mosha U17. Ftesa ka ardhur prej një loje që na shku në Shqipni, edhe kena lu kundër Shqipnisë, kombëtarës Shqipnisë, edhe çato kena luajt kundër tyne, edhe më kanë pa edhe më kanë çu ftesën. U kon një moment që nuk më me përshkru, kon shumë gëzim normal për mu. Jem nina shumë krenare me veten. Edhe normal që kom pas qef edhe me lu për Kosovën, po ftesa e Kosovës ka mungu, kështu që ka arë ftesa e Shqipnisë, edhe normal që e kom pranu. Me futboll kom pas qef për që e vogël, kom lu futboll, ma hall, edhe gjithë kom pas qef me lu për një ekip, edhe u qelë klubi i Korrikut për qika, edhe ja kom nis, në fillim ja kom nis si lojtare, po gjithë e kom pas atë përshtypjen që po bona për tjere, edhe trajnerja ma ka jep si ide, edhe okej, kom thonë pianis edhe ku jam qtash. Portieri jam i preferum është Manuel Neuer. Dëshira jam për futboll për të ardhmen është me lu për Real Madridin. Pozita e portierit krejve ju duket dyqysh shumë e lehtë edhe shumë adin pa lidhje me një fjalë, ama me këshyr kështu është shumë pozita është më e vështira në futboll në ekip, për këtë pozitav, edhe nëse të pëlqen një san me bu, nuk ta nim për fjalët e tjerëve, nuk i ngën fjalët e tjerëve dhe vazhdon synimin tënd që e ki. Rutina jam është mas pari shkoj në shkollë, kthejna për shkollës, përgatina për stërvitje, i kam gati çdo ditë, veç një ditë e kam pushim, vikend ose çtu nëse dillen, se njënën për ditëve kam loj. Ushtroj rreth 3 orëve, me portira jam 1 orë e gjys, edhe me ekip 1 orë e gjys, nëse nuk kam ushtrime, dal vrapoj vet, ushtroj vet. I kam 2 kujtime, njëna është në Kroaci kur jena shku, kena lu me plot shtete, edhe jena bënë në kampione, edhe loj me Shqipnin, do me thonë me kombëtare që kena fitu 2-1.